inshallah Allahu Gjelal, Hoxha Osman Abbazin xhenet e ka qu, të cilin keni ndëgjuar të gjithë, ai Hoxha i cili ka qenë imam në një prej xhamive në Prishtinë, ka qenë i Hoxh shumë i këndueshëm, e në veçanti për shumë cilësive të mira që i ka pas cilësinë e leximit të Kuranit të rrjedhshëm dhe ka qenë non-stop me Kur'an dorë, hafuz i Kuranit, edhe ka pas një smundje shumë të rëndë. Inshallah Allah Azza wa Jall e kam shiruar të diellin e kemi varroz e çka ndëgjova të pamë se njerëzit të pamë merr nasihat. Edhe të pamë merr nasihat. Ai njëri prej kushëreve të tij tregoi, tha para se me nduriet edhe gjymtyrët e durve pra, dhe durët ju paralizuar se ka fillu kamte, trupi, derisa të folën ju ka humbe, shikimi kanë humbe, dëgjimi ka humbe, thot vetëm gjuha tha, edhe lyp ke dha Kur'anin me lexu. Edhe me lexu Kur'anin, thot edhe sabah me ka falë edhe më pa veti ka qenë derisa i ka dorë shpirti. Inshallah Allah Azza wa Jalla kam shiru ya Rabbi, edhe inshallah Allahu na i zaventson fatkeqësi me këtë botë dhe në ahiret, ashtu që është do na i Gjelle Gjelaluhu.